bara e provës mbi ZPS-n dhe vetëm mbi ZPS-n, dhe ata dështuan në këtë. Ata kanë premtuar fishek zjarre, spektakël, por kanë paraqitur asgjë. Nuk është që nuk kishin kohë të hënën dhe nuk mund të imbulonin të trajtojnë të gjitha pikat e rëndësishme. Ata kishin akoma 45 minuta në dispozicion, kur përfunduan kishin ngelur 45 minuta kur përfunduan kundër argumentet e tyre, por nuk e bën këtë gjë, nuk kishin përgjigje. Dhe duke qenë që pas kësaj, kur ata nuk ishin në gjendje, nuk kishin mundësi që të paraqisnin kundër argumente për këto argumente thelbësore të mbrojtjes, ZPS-ja aty në përfundimin se kundër përgjigjet e tyre apo kundër argumentet e tyre të hënën, duke pretenduar që mbrojtja nuk don që ju të bëni punën tuaj, juve gjykatës, që të jeni gjykas. Në të kundërt, mbrojtja e di që ju do të bëni punën tuaj dhe ju do të pranoni konsensusin për pranimin se provat që ju kemi përshkruar juve. Në fakt është prokuroria ajo që nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj. Ata duan që ju të bëni punën e atyre. Ata duan që ju ata dëshirojnë që ju të gjeni prova që ata nuk mu arritën të gjenin, por si që thash të hënën, paneli në gjykimin Mustafa ishte i qartë. Bara e provës mbi ZPS-n dhe vetëm mbi ZPS-n, dhe ata dështuan në këtë. Mentori më mësoi mua para shumë kohësh se mëkati më i madh në një gjykim është që të premtohet më tepër se sa mund të paraqitet, dhe ZPS-ja ka bërë këtë mëkat të madh, të pafalshëm për anë në këtë gjykim. Ata kanë premtuar fishek zjarre, spektakël, por kanë paraqitur asgjë. Dhe kjo ka ndodhur edhe të hënën. Ju e dëgjuat atë refrenin e tyre. Ata thanë që do ta bënin këtë gjë, por nuk e bën. Duke se ZPS-ja në fund do të jepte një shpjegim të asaj që Hashim Thaçi ka thënë apo ka bërë. Por ai u dhan ata këtë argument. Çfarë saktësisht sipas ZPS-s tha Hashim Thaçi se do të bënte? Çfarë saktësisht sipas ZPS-s bëri Hashim Thaçi për të zbatuar apo vënë në jetë atë që ai tha? ZPS-ja nuk kishte përgjigje. Kjo ishte premtime të boshe të tepërta, të cilat nuk do të ndiqeshin me fakte. Të kthehem tani tek një pikë e paraqitur gjatë takimeve ku qëllimi i përbashkët pretendohet se u diskutua. Në deklaratën tonë për mbyllje javën e kaluar, ne trajtuam argumentet e ZPS-s të paraqitur në dosjen e tyre në faqen 870. Ju jeni në dieni se sa e vështirë për argumentet e fuqishme të përsëritura të mbrojtjes gjatë gjykimit, se ZPS-ja duhej të paraqiste provat tyre ndaj para dëshmitarëve, dhe ju jeni në dieni për përgjigjet, se përgjigja mbrojtjes ka qenë vazhdimisht ne nuk kemi detyruar të paraqisim provat tona deri në paraqitjen e dosjes përfundimtare. Pra, momenti i parë ku ne patëm mundësi shohim provat e tyre dhe pretendimet e tyre ishte dosja përfundimtare, dhe trajtuam atë në parashtrimet në deklaratat për mbyllje. Një problem tjetër tejet i madh është mënyra se e paraqitjes së provave dhe argumentimi ligjor i ZPS-s në këtë çështje, duke fshehur provat e tyre deri në dosjen përfundimtare, sepse duke ditur se pala e kundër do t'i sulmojë dhe do t'i hedhë poshtë ato prova. Dhe ZPS-ja kuptoi pastaj për boshllëqit e tyre vetëm në javën e fundit kur bën parashtrimet e mbrojtjes, dhe siç parashikoi dhe priti ZPS-ja në kundër përgjigjet e tyre, kundër argumentet e tyre, tani po ndryshon paraqitjen e provave, duke u përpjekur për të mbush këto boshllëqe.